Bejt el-Izze. Në këtë librat qëllore, për këtë mujë janë zbrit. Ramazani e vllazërit e mi, hoxhën ja përculla këtë fjalët më rënd që të mujtë të mbledhi do një trosh dhe i fjalëve që tha. Ta agjerosh, çfarë sevap ka? E të japësh dikujt një iftar, e ka sevapin sikuraj që ka agjeruar sikur. Jemi në muaj të çuditshëm, shumë të çuditshëm. Mandej, Ramazani, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu në këtë muaj juve, ummetin tonë, ju ekspozon para popullit të qiellit. Ja kush është ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Neve, ha? Po thot, pastaj po vazhdon hadithi, jepni material Allahut me çka t'ju ekspozoj. Jepni material, veprat mira që me çka jemi na. Nuk është kota i hadithi që kretë hoxhallarët të fillim beskridojnë, as-sawmu li wa ana ajzi bi. Agjerimi bëhet vetëm për mua, a unë është për vlerë veç, enkas. Pse Ramazani o darë agjerimi? Sepse kërkush nuk dhja i agjerusha. është ibadeti më sheft. Aja agjerushëm nuk dim, nështë ta ke pijuj, nështë ta s'ke pijuj, e puna jote. Ama është ibadeti më sheft, kërkush nuk e dim. Namazi shihë, zeqati kur të maraj pare qeter, po të sheqi pja japish, vetëm këtë ibadetet shihën, agjerimi është ibadeti më sheft. Këtë ibadet më sheft, ta mbyllim me çka na duhet, inshallah ta'ala. Unë më smi u mërzit juve shumë, ju njifni shumica, së dhore shumicën, po ju një. E kam nisë një gjami tash në Mallakastër, me fshatin Buzmar, pas nesër plakën e që si më nalë të iftar. Elhamdulillah, ka dashtë Allahu Gjellëshanu, mu më përdorë në këtë drejtim, inshallah dhe të vazhdojmë, dhe disa të kemi fuqi fizike dhe jo materiale, e kam përmëtua një iftar dhe t'ja usia dhe ju me prej Kosovës, atje me bo. Me 100 vetë fshatit, ata të fshatit, që do të hanë një iftar mas 67-8 viteve. Se 67 nuk ka prej xhamia, prej atëherë s'kan xhami, tash do ta keni inshallah. Nëse juve nuk ju dhimë se një iftar me që u për atje, do ta bëjmë sonte çati iftar. E pyete që do agjellutën, agjellut fina, a qëm një iftar Shqipëri kjo dhe më një spriti dhe po. Po që ndërslam se pyta, po kjo e din që nuk është e njëq për këtë punë edhe s'me vlodë, pëse unë e lypile për kaj. Se e di që jam lyps. Rëndej, jemi në qëtë muj, që të bajmë që mos ta mbushim atë tezgën kur dalish në treg, me çka i lavdrohet Allahu subhanahu wa ta'ala, melekve, ja imeti, ja çka është. E lusim Allahun Gjellëshanu, që të na takojë ditën e kiametit, dera e xhenetit Rayyan. Dera e xhenetit Rayyan. Qenë kanë dyert e xhenetit, subhanallahu rëdhazit e mi, sa 500 vjetë që ecish, prej një në prapën tjera. Edhe në qatë më largësit madhe, po boshim na rmuj, kalabalëks, grumëll me hi për gjenet. Grumëll, qatë të mëdhaja, gjitha të dyër, qatë të mëdhaja, grumëll pse? Sepse imeti Muhammed është prej një imetit që kretë imetet kanë ka të regu pejgamberi janë 120 sajf, 80 sajf janë të imetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e 40 sajf janë imetet tjera. Këtë rëmujt, kush ma shumë për e vanë, një femën ndërë gërqë me Resulullahin me himranda, pse? Ta tia Resulullah ka thonë me mu me ty kam me thonë gjenet, e turma mësë më marrë këne, e unë me ty me thonë gjenet, se më kanë që i kam rrujt jetimat në dynja. E lusim Allahun Gjellëshanu vlazëm, qka dim e qka zdim, Allah i në dhash diturin. Amin. O Allah, qka zdim na kina i falë, qka dim në shpërblet. O Allah, qka kemi falë, kemi bon gjunahe na, ti e ai që pëthush, Allahu i Kur'an pëthur. Nëse bëjnë tobe istikfar, ju bedilu Allahu sejjatihim hasenat. Allahu janë ndryshon gjërat e tyne që i kanë gjunahe, i bon se vape. Sa jo i plët fuqishëm, po thëm, ja Allah, sa kemi bo gabime, bonej
gjunahet tona në sevape, ja Rabbi, se na jemi ymet gabimtar. E sot po e lexoj prej shifrave jetën e sahabëve sa kanë jetuar, na disave ja kemi kaluar. Resulullahi 63 vjet, Ebu Bekri 63 vjet, Ymeri 63 vjet, Othmani 82 vjet, Alija 63 vjet. Këta tjerët sahabe, Ebu Hurere këtë mosha 3 kanë vdek, a unë e kom kalu 67 për i mushi, edhe ala s'po mushëm ment. Allah i na mush ment. Pare se me hangër, këtë fedhe, e jam ja koka një leqe. Ta unë e një leqe pa kësit, marra një. Atër pare se me asi, bërën ka një iftar që tu kush do më në një muë, unë për e risi qip me ka një iftar që të Sicilit, ku do t'i kush 2 iftare, 2 iftare, 3 iftare, 3 iftare, e kështu bëra, bismillah. Allah i kabulli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam.